Unë vetë personalisht konsideroj se ai ka të drejtë, për arsye se nuk jam shumë i sigurt BE-ja a e ka pretekst ndryshimin e kushtetues, apo e ka një kriter i cili është real dhe i cili duhet bëhet patjetër. Nëse e ka pretekst se duhet ta përmbushni këtë edhe pala tjetër ka qëndrim të rrep se nuk e bëjmë këtë për arsye se nuk kemi besim se njerë na mashtruat me premtimin për në NATO, edhe thash, po qëse edhe një herë i detyrojmë qytetarët të dalin në referendum ose ne të bëjmë në lëshime të atilla, e ju nuk na kundër përgjigjeni me oferta reale edhe benefite reale, atëherë ko t'i bëjmë këto ndryshime. Unë vetë konsideroj se ne si shqiptarë nuk duhet shumë të gëzohemi ndryshime kushtetuese për integrimin e bullgarëve në kushtetut ose jo, sepse ajo hapet një dimenzion tjetër të politikë bërjes në Maqedoni. Nuk jam asesi kundër asaj që janë disa etnikumet përfshirë aty, të përfshirë edhe bullgarët edhe kroatët edhe tjerët, mirë po sa herë që në Maqedoni kemi bërë tentim që të ndrojmë disa klauzula të marrëveshjeve që i arrim, ndash marrëveshje për kushtetutën në vitit 91 që ishte, ndash marrëveshja e Prespës, tash e Ohrit, gjërat ndryshojnë dhe nuk rrinë aty, edhe cili është benefiti i jonë.